Përshëndetje mirë të dashur të televizionit Alsat dhe të emisionit Energji. Shpresoj që t'jeni zgjuar, të keni filluar javën plot me energji sot. Më vjen shumë keq në fakt që nuk e kemi këtë interaktivitetin dhe nuk mundem që t'ju pyes se si jeni, sepse me të vërtet më intereson të dëgjoj ndonjëherë se si jeni, nëse keni ndonjë hall që mundem t'ju ngushëlloj, ndoshta t'ju zgjidh. Dhe të mundohem që t'ju jap pak energji nga energjia jonë që e kemi këtu në studio dhe që dhe ju të jeni të gjithë me nivelin e energjisë ashtu siç duhet dhe ashtu siç është edhe qëllimi i emisionit tonë. Për gjatë emisionit tonë sot do flasim për gjëra shumë interesante, përveç si e hënë që kemi dhe rubrikën tonë sportive me kolegun Mahir Thaçi, kemi po ashtu dhe Mirsad Jahia, i cili është student i mjekësisë, por njëherët edhe i diagnostifikuar me hemofili, sëmundje për të cilën do flasim dhe se si ai e zhvillon jetën e tij në përditshmëri, duke qenë se del hapur në mediat dhe na gëzon shumë ky fakt, sepse në këtë mënyrë rritet dhe vetdia pikërisht për këtë sëmundje dhe për të tjera, të cilin e kemi po ashtu që në fillim të emisionit në studio. Mirsad, mirë se erdhe dhe falenderojmë që je pjesë e emisionit tonë sot. Përshëndetje, mirë se gjithë dhe falenderoj dhe për ftesën që e bët. Tani unë di që ti je shumë aktiv në shumë gjëra, përveç se je dhe student i mjekësisë, merresh dhe me shumë gjëra të tjera. Më thuaj pak ku e gjen ti energjinë për të bërë të gjitha këto? Energjinë prej të vetvete, besimi në vetvete është ajo energjia më shumë të edhe mbështetja familjes, shoqërisë, rrethit më ngushtë që e ka. Shpesh ne e themi këtë se duhet që të kemi vetbesim, të kemi besim në vetvete për të realizuar gjërat që duam, të ndjekim ëndrat e tjera, por ndonjëherë edhe demoralizohemi, nuk kemi vullnet për të bërë të gjitha këto gjëra. Çfarë këshillë do kishe për të gjithë ne? Po, besoj se fuqia për të marrë gjitha vendimet e për të vazhduar është vetbesimi. Nëse arrin ta gjesh vetbesimin e vërtet brenda vetes, atëherë do të arrish çdo gjë, edhe përveç se kur demoralizohemi nuk arrim qëllimin që kemi nis, nuk dorëzohemi, domethënë fakti që vetbesimin vete na jep vullnet që unë do ja dal mban. Kja mërzu? Ja, vazhdoj, nuk ndalna. Kjo ka rëndësi. Po në një ditë kur nuk je në nivelin e energjisë ashtu siç duhet, a na ndjek neve apo ke ndonjë mënyrë tjetër për të rifituar ato energjitë e humbura? Përndryshe ju ndjeki masufikisht, edhe marrë energji më shumë ti prej juve, po ashtu edhe prej familjes, rrethit, shoqërisë që shifemi me ta për çdo ditë që kemi kontaktet përditshme me ata. Më vjen mirë që e përmend edhe pjesën e familjes dhe shoqërisë me cilët keni kontaktet e përditshme, siç e thatë dhe ju, sepse shpesh herë ne jemi të fiksuar me atë, jam shumë i angazhuar, nuk kam kohë, kam të bëj këtë, kam të bëj atë dhe shpesh herë edhe njerëzit tonë më të afërt i lën pas dore. Sa mendon se është e vërtetë kjo në shoqërinë tonë? Edhe sa shpesh? Më shumë është e vërtetë, edhe shumë shpesh ndodh. Ndodh ndonjëherë që për rrethin, familjen, shoqërinë që e ftoj për kafe me dikun nëse për diçka tjetër, shpesh ndodh që për të kam përgjigje negative. O jam i zënë, o jam atje, o këtu, gjejnë mira thënie ndryshme. A do gjejmë ndonjëherë kohë ne për vete dhe për njerëzit, sepse për njerëzit që na rrethojnë dhe njerëzit që i duam dhe që na duan, sepse në këtë mënyrë e marrim ato energjinë më të madhe, si mendon ti? Besoj se po. Shpresojmë të paktën. Shpresojmë. Shpresoj dhe se fundit kanë thënë. E vërtet. Ne, për të gjitha ata të cilët ne kemi metoda të ndryshme për ku e marrim energjinë, por duke folur dhe në aspektin shkencor, mjekësor, një mënyrë për të marrë energji janë edhe sheqernat. Si ke punët me ëmbëlsirat? Mirë. Mirë? Çfarë ke të preferuar? Sepse ka pasur raste kur kemi pas dhe mysafirë dhe që thonë nuk i haj çokoladat, po i haj gjërat e tjera që kanë sheqerna, që janë të ëmbla. Përgjithësi, nuk është që e kam farë. Me llokumet mirë? Mirë. Ne nuk e dija e ke parë Mirsad, ne kemi disa llokume tona të Rumelias këtu, të cilat i kemi hapur në tavolinë që tani. Janë nga firma e Rumelias, siç edhe ju thash, janë me shije të ndryshme. Nuk e di, e ke provuar më përpara? Jo, e kam dëgjuar. Janë veri në treg, por ama janë shumë të shijshme dhe unë do doja që të provonim këtu bashkë dhe t'ju bëjmë thirrje edhe të gjithë mysafirëve tanë që të provojnë dhe që t'i shijojnë. Ne do e fillojmë këtë emision ëmbël, do e fillojmë këtë të hënë ëmbël, duke shpresuar edhe se e gjithë java pastaj të na shkojë ëmbël dhe plot me energji ashtu dhe siç duhet. Kështu që më lejo të lutem të shërbej dhe shpresoj të kemi një mendim, një feedback pozitiv
për llokumet e rrugëmbylljes deri tani nuk na kanë zhgënjur dhe nuk ka ardhur dikush që të na thotë se nuk ishin ashtu siç thae, ishin përkundrazi më të mira se që i prezantove ti. Mirsad Jahian, i cili është student i mjekësisë dhe është po ashtu dhe i diagnostifikuar me hemofili, një sëmundje që lidhet me gjakun, gjithsesi me aftësinë e gjakut për të mpiksur. Shpjeguar më thjesht është në rastet kur mund të ketë një lëndim trupor, është më e vështirë për të mbyllur plaga, nëse mund ta themi kështu, dhe për më tepër të na sqarojë dhe Mirsadi, siç e filluam dhe së bashku, do doja edhe një herë që të të falenderoj që ishe pjesë e emisionit tonë sot. Mirsad, për të gjitha ata të cilët ndoshta nuk janë shumë të njoftuar, ne e kemi të dëgjuar për shkak të studimeve, çfarë është hemofilia? Hemofilia është një sëmundje gjenetike e cila trashëgohet, që ndikon në aftësinë e mpikjes së gjakut, që siç e definova edhe pak a shumë ti, problem të gjakderdhja, pavarësisht gjakderdhjeve të jashtme apo gjakderdhjeve të brendshme. Trajtimi jo i rregullt mund të shkaktojë shumë rreziqe të mëdha. Më thuaj pak për vete, më vjen mirë dhe të përgëzoj që ti del hapur në media dhe nuk jemi mediat e vetme dhe as të fundit ma merr mendja që do e bisedojmë së bashku këtë temë, që del dhe thua hapur azi. Përpara se të kalojmë tek eksperjenca jote personale, do doja të ndalesha pak te kjo pjesa e mediave. Pse ke vendosur që ta bësh publike? Sepse shumë njerëz stepen dhe kam frikën, qoftë me hemofili ose me ndonjë sëmundje tjetër. E kam pas shembull nuk është që kufizon ajo, në do me thonë se shumica do me thonë mendojnë që nëse del media e kufizon vete. E kufizon vete, nuk mund të bësh gjë. Ndërsa unë mendoj përkundrazi, do me thonë që veç se ndoshta më me marrë edhe vëmendje më të madhe, mbështetje edhe më të madhe që ndoshta deri tash që kam arrit në mbledh deri sot. Dhe besoj se kjo do jetë si një porosi për gjithë ata të cilët mund të jenë në një gjendje të tillë dhe që kanë frikë që ta thuan hapur. Po, jo vetëm për pacientët me hemofili apo vombili, për gjithë do me thënë sëmundjet e rrallë dhe sëmundjet e tjera që ekzistojnë, do me thënë që ta është mjekësinë e përgjithshme, do me thënë që mund të diagnostikon. Frika është më e keqe se përballja me luftën e vërtetë. Më thuaj pak për vete, mund të tregosh pak si e ke kuptuar, ke qenë shumë i vogël ndoshta, si ka qenë përballja e parë me këtë sëmundje? Përballja e parë nuk u konë aq e mirë, se si fëmijë i vogël, do me thonë e kam pa veten po thjesht çdo ditë në spitalet, ndoshta diku deri në 2 herë 3 herë në ditë, se më herët nuk ka pas terapi e shmaftueshme. Për një dozë terapie u dëshim ta ndajmë 3 pjesë ditës, mëngjes, drekë dhe darkë, në atë aspektin e asaj, në 3 ditës, siç themi ne mjekët e arshëm. Aty në do me thonë kemi pasë çdo ditë vetëm shqitje do me thonë në spitalet, varët e spitaleve, përkundrazi njerëz të smur me hallet e veta që vynin, bretin nga dalë më hynja ja vetë diçka pikpyetje se pse unë veç do t'i thu. Çfarë moshe ke qenë Mirsad? Pa i vogël, shumë i vogël, më thon bebe 1 vjeç, ndoshta 1 vjeç mujtet më konë më e madhe pak, po pavarësisht në periudhë. Dhe pastaj si ka qenë? Edhe pastaj do me thonë që shtash 2-3 herë në ditë tu gradualisht të zhvillu të rritë, fillum edhe më veç më pak su, do me thonë, 1 herë ose 2 herë në ditë, ta na më shkum çdo 2-3 ditë, vetëm ishte do me thonë shumë problematik, si që i vogës kam qenë atë që urtë, kam qenë pak të të frak. Edhe do me thonë se që nuk ju rryshe shumë njerëzve, do me thonë problemeve rrëzoha këtë si çdo fëmijë tjetër. Me fëmijët e tjerë nuk kam pas edhe që mund si të silem, se për shkak gjendjes prindrit, do me thonë, frikën, atëherë nuk ishin edhe shumë informacione që për dilnin, sikur sot që më ekzistojnë interneti e shumë tjera që mund të marrin miliona informacione ndryshme. Ti pastaj nga ajo mosha 1 vjeçare u bëre 2, 3, 5, fillove dhe në shkollë. Pastaj prej moshën 60 vjeçare fillon veç më edukimi apo trajnimi, do me thonë vetë, çish me apliku tretmanin, çish me marr vetë, do me thonë me apliku veten, pacienti parë jam kon vetvetja, me thonën raste ndryshme, raste nevoje, çish me veprua derisa të afrohemi deri te emergjenca më e afër që e kemi, që në atë lokacion ku gjendemi. Si mban mend, cilat i ke kujtimet e para që lidhen pikërisht me situata të tilla? Kujtimet e para ishin që ishim pushime verore, në deti, si thëmë ne, a më para gjë, mëngjes pa të mri, mbrëm jo veç mund është më këthy, se për gjatë ditës në për atje duke lozën, urzohu vrava si shumë, edhe për atë arsye u deshtë ktheheshim në shtëpi edhe të vinim këtu në klinikën në Shkup që është, edhe për të apliku tretmanin që stabilizoj gjendja. Prej atje kom pa që diçka nuk shumë në rregull. Çfarë moshe ke qenë? 2-3 jetë.
2 apo 3, aty pari është, tash nuk më kujton. Kështu që këto besoj janë kujtimet të cilat i kanë treguar dhe familjarët dhe se si ata e kanë Po, familjarët po, veç më për ma herët, ama disa me kalimin e kohës, kështu. Me që se jemi tek familjarët, si ka qenë reagimi i tyre i parë? E përmendëm dhe shumë mirë më vjen që dhe përmendët se flasim për një kohë për afërsisht 20 e diçka vitesh dhe në atë kohë nuk ka qenë interneti i zhvilluar siç është sot. Njerëzit nuk e kanë pasur informacionin si e kanë sot, sidomos për gjëra të cilat nuk janë diskutuar çdo ditë. Si e kanë pritur ata? Si ka qenë reagimi i tyre? Po, në fillim ishte tronditje madhe, pasi që janë sprovu me diçka që nuk kam pas kur informacione, frikë, pasiguri, edhe ma dikura, ma u banë shumë shpejt u banë shtylla ime e fortë. Do me thamë për aty ka fillu mbështetja familjes, e deri më sot që u bashkan gjithën shoqëria e tash institucione shtetërore që na ndihmojnë. Ne gjithsesi për këtë pjesë do flasim dhe pak më vonë. Do doja të ndalesha pak tek fëmijëria dhe deri më sot. Edhe në aspektin akademik, si ka qenë, si e mban veten mend kur ke qenë nxënës, klasën e parë, 2, 3, pastaj u bëre adoleshent, gjimnazist deri sot në studime? Po, për çdo herë do të thonë do dashit planifikoja kujdesin, do të thonë mënyra se si do të reagoj, si do të marr atë ka tretmana, nuk ka, pasi që marrë të kon krizë për tretmanin e pacient me hemofili, kështu që do të thonë gjithmonë që i kufizum si në aktivitetet sportive, si në aktivitetet tjera. Shëtitit 1 ditore apo organizimet të shkollave jashtë shtetit që shkojnë sikurse ekskurzionit 2-3 ditë që janë, kanë qenë shumë për mua që nuk kanë qenë shumë keq, nuk kam arriti shkoj me ta, për shkak sigurisë për të mirën teme, që kanë thonë arsimtarët e profesorët që i kanë. Çfarë mendon se të ka mbetur kështu peng që nuk e ke realizuar nga ato vite apo qoftë edhe jashtë oborrit të shkollës deri më sot? Futbolli. Shumë me kam ndoshta më për shkak do të thonë kësaj nuk kam guxuar se është ka problem që të bëje me nyjet. Me nyjet atash deri mund të vjet deri te çrregullimi i nyjeve, pastaj gjatë tjetët më e madhe dhe ja shumë e lehtë për të ndarë. E ndjek sot futbollin? Po. Je tifoz i rregullt nëpër stadiume? Po thuajse. Kë ke ekip të zemrës? Real Madrid. Tani na nxiu një çik me këto rezultatet e fundit, po hajt më doja të kaloj. S'është keq. Meqense dhe e përmende mbështetjen të familjarëve që siç duket nuk të ka munguar dhe normalisht nuk e vjen në dyshim fare. Sa mendon se të ka ndikuar apo si ke ndikuar dhe ti tek ata me gjendjen tënde pikërisht në këtë afërsi dhe mbështetje, sepse mendoj se është një mbështetje reciproke, jo vetëm ato ndaj teje, por edhe ti ndaj atyre, për t'i siguruar që ti je i fortë, doja dalësh, nuk duhet që të kenë merakun tënd. Po besoj se domethënë me këmbguljen time, domethënë që kam këmbgul që doja dalë mban pavarësisht gjithçka, nëse e synoj të shkoj dikun pavarësisht ku do lokacioni ti tjetë, edhe në fund doja arri, edhe ata e panë që këmbgulja ime arriti ti bëhet edhe më njerë më të fortë. Dhe besoj se të kanë mbështetur pastaj edhe në vendimet e mëtejshme. Po. Sepse mendoj se ajo në periudhën kur ke qenë në shkollë ndoshta të kanë mundur që të ndalojnë që të mos i bësh për shembull këto shëtitje 1 ditore ose ku ta diun, por pastaj kur u rrite e ka ndryshuar kjo? Po, pastaj domethënë gradualisht, domethënë duke u zhvilluar na veç më dhe fillu mu vedisun, domethënë veç më i dishim shkaqe, domethënë që shpin fëmijëri që tregova pak më herët, kanë treguar domethënë trajnime edukative, domethënë cilësore të tjera, se domethënë në për shkolla i kam ngjitur deri dikun se për me pas informatë çdo rast nevoja po pati ndonjë rast tjetër, si dieta, si u dishte gjendjes atje, e kështu domethënë tu vedisu edhe më sot ja ku jam. A mendon se kjo rahati në thojza, nëse mund të quajmë, ndaj familjarëve të tu, ndaj teje, vjen si pasojë e asaj që u familiarizuan me këtë gjendje, ose mendon se të pasurit e informacionit pikërisht për këtë gjendje, ato se çfarë mund ta shkaktojë, ose çfarë mund ta komplikojë, ose gjëra të ngjashme, ka qenë pikërisht kjo ajo që i ka bërë të ndjehen pak më të sigurt dhe të dinë se si të reagojnë dhe çfarë të bëjnë në këtë raste? Po, pak domethënë pak nga trajnimet e mëshme dhe mos i filloi interneti duke marrë më informacione çdo ditë më prej internetit, edhe më veç më fillon të jenë më savel domethënë pak a shumë më të rehatshëm, që për domethënë e se më veç më domethënë po më thëmë një fe po më gradojnë në atë ciklin e arsimimit domethënë, jo po veç domethënë që më kanë mësuar
disiplinën e vetës, po edhe për disiplinën e tarmës në rast të dyshme, që shme reagu, që shme bisedu me njerëz që shme me inkuraju dhe të tjerët, besoj pa. Të tjerë, po edhe që shmu në mënyrët e bisedës që bisedojmë, dhe me thonë, na për gjatë temës, që për atmosferë drejt e eskalimi situatës. Një mbështetje tjetër të cilën ti e ke pasur gjatë gjithë kohës, siç edhe e përmendë, ka qenë dhe shoqëria. Si mban mend veten nga fëmijëria deri në sot në aspekte shoqërore? A ke qenë, e përmendë se ke qenë një fëmijë lëvizshëm, dhe besoj se për këtë i ke qelë shumë punë prindërve, si çdo fëmijë. Po me shoqërinë, si ke pasur raporte dhe si vazhdon që ti kesh edhe dita sot? Raportet e kam shumë mirë. Sot e madje kam raporte shkollës fillore, të mesme edhe të fakultetit, kolegëve që një ndërta edhe ty, faleminderit për mbështetjen, dhe shpresoj që edhe më shumë besojnë tashmë do të rritet më shumë numri, jo vetëm se për mua, por për gjithë ata që ti inkurajnë edhe të tjerët, i bëjnë testet e nevojshme, diagnostifikat e nevojshme që të mos kenë problem për ardhmërinë e tyre. Jo vetëm për mua, por edhe për të tjerët, ndoshta mund ndikoj edhe tek të tjerët ajo që sa mendon se është e nevojshme dhe mbështetja përveç e familjarëve dhe e rrethit në këtë raste? Sa të lehtëson në gjendje? Shumë e lehtëson gjendjen. Po të që kur themi kur ishin kur të ishin për fëmijë që s'kemi derte, njëjtën aspekt. Dhe shpresoj që të vazhdoj edhe më tej, do të thonë inkurajo, do të thonë është shumë interesante kjo gjendje, po besoj se do të vazhdojmë përmirësimin e kushteve më të mira, se që kemi tash. Përmendni edhe institucionet shëndetësore, si ka qenë mbështetja nga ana tyre? Ka qenë mbështetje tyre, po edhe prej aty në, do me thënë, ne kam marrë atë motivin që të vazhdoj për dekën e mjekësisë, që për të sot njëm, mund të them, ka publikisht jem krenar që vazhdoj si student e mjekësisë, që për të ardhmen që për të mos jem vetëm mjek në profesionalizmi shëndetësor, po edhe në aspektin shoqëror, që ti inkurajojmë ata të vazhdojmë parë të mos dorëzohen. Pra, edhe për zgjedhja jote për të vazhduar këtë drejtim lidhet direkte me këtë gjendje. Po. A ke pasur ëndër që në fëmijëri, ose duke, siç përmendje që ke qenë shpirtin në për spitale, thjesht të lind ajo ide, se edhe mua për vete ashtu më ka lindur, duke vizituar për gjendje të ndryshme spitale, dhe të vjen ajo idea se këtu bësh ka një punë interesante, një punë humane, një punë që të rrit jo vetëm profesionalisht, por edhe si njeri. Si ka qenë për ty? Ajo është pikërisht ideja, duke i pa për ditë, se si e japi maksimumin e tyre, si infermiere, si mjekët, specializantë e tjerë që mundohen të bëjnë maksimumin të që të shpëtojnë jetën e njerëzve çdo ditë. Mirësat, më thuaj pak, si ndikon hemofilia në jetën tënde të përditshme? Tash për momentin, për tash nuk ndikon hiç. Për më shumë është se e thua kështu sikur, është një gjë, ne thjesht jetojmë me atë, going with the flow. Veç më do me thonë e kam pranuar fatin, se do me thonë sa do zgjase. Edhe më do me thonë se është e pjesa për dëshmërisë. E ime është që do me thonë nuk kom dalë të kryej aktivitetet e punët e mia të përditshme që i kam. Ta pranosh këtë gjendje si të tillë, pa u munduar që ta maskosh dhe pa u munduar që ta ngushëllosh veten ndonjëherë dhe me shpresa të rreshme. A mendon se e lehtëson të gjithë këtë gjendje sepse të bën që të funksionosh normalisht, pa marrë parasysh të gjitha, ose ndonjëherë edhe ka ato anët e veta negative se ndoshta nuk i kushton vëmendjen e veçantë ose vëmendjen e duhur. Si mendon ti? Valla, nuk e di, do me thonë, nuk kam pas, do me thonë, deri qatë problem, do me thonë, edhe shpesh kur kam qenë një demoralizuar, do me thonë, nuk kam bëhet arrit, synoj që tash pak më herët, të kryej ato gjërat që kam pas synat e pak në vete, po edhe pak familja më kanë ndihmuar që për të arritur edhe më shpejt deri në ato çaj që, do me thonë, institucionet, shoqëria dhe familja janë, do me thonë, pikat ose shtyllat kryesore që mund të vazhdoje dikush. Po qoftë pacient, qoftë apo do një person tjetër. Cilat janë ato sfidat më të mëdha ose më të shpirta me të cilat përballohet, me të cilat duhet që të përballet një person i diagnostifikuar me hemofili? Po tash janë, do të thonë, sfidat më të mëdha janë ato problemet e nyjeve, do të thonë, se problemi tërget e kanë sikur nyjet, kyçet, që mund, do të thonë, mund deri të prishen, do të thonë, se të shkalojnë situata. Ma shumë të është gjakdetjet e brendshme trupore, që nuk tjetë ato kur ndodhin, mund ndodhin në mënyrë spontane, që të ne sikur se më mirë, veç mund të kesh gjakdetje spontane.
Do me thënë janë gjendet e cilat jo domosdoshmërisht duhet të jenë të provokuara nga faktorët e jashtëm. Po, mund, do me thonë, pjesa më e rrezikshme është pjesa do me thonë, prerjeve, ngacmimeve, ose do me thonë, vrarjeve në shufrat mdoja, s'ku e di qka, po më e rrezikshme është e brendshme. Se nga jashtë mirë, kur prej e shife se e prej, ose je urdzu, kur e shife fantomin sa i ke bu vetës. E ke fizike, po. Ama bjekdetit e mbrendshme janë më të rrezikshme. Si mund të bëhet zbulimi i tyre? A mund të vërejnë pacientët, ose është një gjendje që thjesht duhet të zbulohet me kontrollat të shpeshta rutinë? Po, zakonisht kjo fillon me bjekdetin e tepërt, do me thonë, që i prinë fëmijë si kushtet e unë që e kanë diagnostifiku, prej, do me thonë, bjekdetjes tepërt, do me thonë, edhe pastaj deri te diagnostifikimi i mjekësisë. Me që se jemi të diagnostifikimi, si bëhet i hemofilis? Dhe do doja që ta sqaronim përveç se për informacion dhe për eksperiencën tënde, do doja që ta sqaronim dhe për ata të cilët ndoshta dhe mund të vuajnë ose njohin dikë që mund të jetë me hemofili, por që ndoshta nuk e dinë ende ose nuk dinë se si shkon si procedura, jo frika, mos informacioni siç e tham deri më tani. Po, zakonisht rrjedhjet më shpeshta janë rrjedhjet e hundës, prej, do me thonë, rrjedhje gjoku nga hunda, do me thonë. A është ajo si një simptom e parë? Po, ajo është pas zakonisht prej te ajo. Ose edhe ndonjë çdo vend tjetër deri te, do me thonë, saqë mos më pikja që për ndalën kohë të caktuar, sikur që është e parashikuar bazë mjekësisë, atëherë do me thonë njeriu mund të dyshojë se ka diçka, atëherë është e nevojshme që të bëhen kontrollet e samoparshme, do me thonë analizat e gjitha, diagnostifikimit, mënyrë shkencore mjekësore, dhe pastaj mund të arrijë deri te rezultati asaj që e prisin. Përmendim dhe trajtimin deri më tani. Sa i rëndësishëm është që trajtimi të bëhet i rregullt? Përmendet se në moshët më të re ke vizituar muret e spitalit deri në 3 herë në ditë, pastaj është reduktuar në 2, në 1. Si bëhet? Dhe sa i rëndësishme është që të bëhet fiks ashtu siç duhet atëherë kur duhet? Çfarë ndodh nëse nuk bëhet në orar ose bëhet një ditë anashkalohet për shembull? Trajtimi i rregullt është qetik, po infuzionet e faktorët të koagulimit parandalojnë, me thënë gjakderën e rrezikshme dhe është dhe e ruajnë shëndetin afatgjatë të nyjeve dhe organeve tjera të trupit. Do me thënë ndohet tash një ditë, 2, do me thënë plus minus ku shkon ajo, e harron ditën e tretmanit, ajo nuk lën shumë rol vetëm të mos qese, mos gjatet më shumë se një ditë, ose brenda do me thënë 24 orëve prej ditës. Do me thonë dita e fundit të bjen, do me thonë mos shkot më shumë se 24 orët e fundit që ka qenë. Aplikimi i fundit, do me thonë. Varet tash edhe trajtimi i pacientit, çfarë doze ajo ke caktuar nga ana e mjekëve. A bëhet gjithmonë trajtimi në kushte spitalore ose mund të bëhet pas një kohe dhe vetë nga pacientët? Po, që tash si fillim bëhet në kushte spitalore, po më pastaj shohin se me kalimin e kohës, do me thonë e shohin se ki kapacitet, me thonë se atë inteligjencën që mund të kape syri që për ta përveçosh edhe më shumë edhe mund të jetë edhe në kushte shtëpiake. Ose tjerë të vazhdon mjekësi dhe pastaj i ndihmon vetes dhe u ndihmon edhe të tjerëve. Po, faktikisht. Kështu që lidhen gjërat, nuk janë rastësi. Po, dhe me thonë për mua çdo sen që lidh është mjekësia. Mirsad, unë di se ti merresh dhe me aktivitetet të ndryshme që kanë të bëjnë me mjekësinë në përgjithësi, por specifikisht dhe me hemofilinë, seminare të ndryshme, trajnime të ndryshme, kur ka dhe panele diskutimesh dhe kur duhet që të flitet hapur, ku e gjen forcën për t'i bërë të gjitha këto dhe pse mendon se është e rëndësishme që pikërisht të flitet për këtë, por jo vetëm për këtë sëmundje? 2019, qershor 2019, pa ta marrë pjesë se do me thonë ekzistojnë dy shoqata jo qeveritare, Konsultacionja Evropian për Hemofili nivel evropian dhe Federata Botërore e Hemofilisë. 2019 qershor ka qenë hera pare jemja për me marrë pjesëmarrje në këto kongreset të mëdha që organizohen masovikisht, ku përbën prej 47 shteteve evropiane, po edhe ajo e botës më e përfshin komplet botën, prej kontinentin e parë deri në kontinentin e fundit. Ajo që ka më interesant se fillim mendoja se unë isha i vetmi këtu në Maqedoni, ama me kalimin e kohës arritëm të bashkangjitem me një shoqatë e cila është sot ekziston prej 30 vite, e cila quhet Hemalok. Dhe edhe prej aty do me thonë arritet të bëhem antarë asaj shoqate dhe të hyj në pjesën e volonterëve aktivistë për
seminare të rrgidhimi kjo, edhe më dha mundësi që shkoj a shtetit. Në për të seminar. Atje pash që nuk ishej vetmi. Atje pash doktor, pash me thonën doktor, avokat, gjyqtar e shumë tjerë profesione që jam me hemofili dhe nuk i vazhdojnë ato. Edhe një motiv edhe më shumë për ta vazhduar edhe betejë më të madhe me hemofili, për jetën e përditshme. Si është kjo ndjesia kur kupton se nuk je i vetmi? Deri në atë moment ke menduar që vetëm ti e ke dhe me siguri janë edhe ato pyetjet. Që ja bëjmë gjithmonë vetes kur na ndodh diçka të cilën nuk e kishim planifikuar, pse mua, pse duhet të ndodhe në këtë mënyrë, pse tani ose ku ta diun janë të gjitha këto. Si është pastaj ai momenti kur kupton se nuk je i vetmi, ka edhe shumë njerëz të tjerë të cilët funksionojnë normalisht siç e the ata. Po është shumë interesante, është edhe bile ndjesh edhe ma let, ma i letë shumë ndjesh, se që më veç më kur njës ti ndëgjosh historitë e tyre, jese që kanë kalu jetën, që janë diagnostifiku, çfarë rrugë kanë kalu, ata që janë diplomu me profesionet caktume, si që i përmena, ka shumë tjera, duke janë ndëgjosh historinë e tyre, edhe ti për të vëndit edhe më shumë që për të vazhdosh më tepër, edhe më tej më lartë. Është kjo një nga faktorët që kanë ndikuar për motivimin tënd për të vazhduar jo vetëm në aspektin e studimeve të mjekësisë, por edhe në aktivitetet e përditshme, sepse ka shpesh njerëz të cilët për shkak të gjendjeve të tyre fizike ju ndikon shumë edhe në gjendjen e tyre psiqike dhe lën anash gjithçka, fokusohen vetëm te një sëmundje që mund ta kenë dhe harrojnë funksionimin e përditshëm. Një rast i cili nuk është as pak tek ti. Shumë është interesante se kur kam fillu, do me thëmë, prej kur u ktheva pas atij kongresi, seminari që ti qymë, arritë do me thënë ti bëj vetës si një plan program, do me thënë që ka të bëj aktivitete që përveç që me hemofilin të mirëm edhe tjera, për shimë ka dhe smundi tjera që e përbojnë pjesë të hemofilisë, është vumbi lebrondje tjera, do me thënë, përkatësisht shoqata janë me këto dy tipe janë prioritare, po ka edhe me tjera smundje të radha, do me thënë, ju bëjmë thirrje aktive, do me thënë bashkëpunojmë me një institucione shtetërore deri diku edhe bëjmë kampanjat të mëdha, do me thënë me shtetet fqinje, thrasim mjek, do me thënë profesion nga shtetet të tjera, i trajnojmë mjekët tonë, i trajnojmë pacientat, i vetëdijsojmë, i udhëzojmë që për të kenë një jetë më të mirë dhe një të ardhme më të ndritshme. Meqense këtë e bëni në këtë shoqata të cilët ju e përmendëm dhe ne jemi tashmë në emisionin Energji këtu në televizionin Alsat, çfarë do kishte qenë ajo porosia juaj për gjithë ata shikuesit tanë të cilët ndoshta mund të jenë disa që sapo janë diagnostifikuar ose njohin dikë dhe ende nuk e kanë pranuar këtë fakt, siç e tham, ndoshta nuk kanë të gjitha informacionet e duhura dhe duhet që edhe ata të kyqen në shoqata të tilla apo thjesht me një kërkim në Google mund të marrin të gjitha informacionet, por ende është diçka e re, dhe jo vetëm për hemofilin siç e tham, por edhe për sëmundje të tjera. Çfarë kishte thënë ti atyre? Po, mos e tash do me thënë tema konkretisht ke për hemofilin. Mos e shikoni hemofilin që është si një pengesë, por është një thirrje për të jetuar me më shumë kujdes dhe me më shumë guxim. Besoni në zërin e historisë tuaj dhe mos i harroni ëndrat tuaja. Arrini qëllimin tuaj që keni. Nis. Më pëlqeu shumë kjo sepse ne gjithmonë harrojmë kur kemi një pengesë rreth rrugës, harrojmë qëllimin, idenë, synimin që kishim kur e filluam atë rrugë. Kjo s'ka të bëjë domosdoshmërisht vetëm me pjesën akademike, apo me pjesën profesionale, por në përgjithësi në përditshmërinë tonë. Në jetën e përditshme. Qëllimi do me thonë shpresa do me thonë është ajo që na bën gjatë, do me thonë me trajtimin dhe me besim vetvete dhe mbështetja e tjerëve mund të arrijë gjithçka që doni. Ne të falenderojmë shumë për këto fjalë të bukura, motivuese dhe të falenderojmë dhe që ishe pjesë e emisionit tonë sot për të ndarë historinë tënde dhe për ta folur hapur, ashtu siç duhet që të folet për çdo sëmundje, sepse është pjesë e jetës dhe nuk janë vetëm të gjithë ata të cilët mund të jenë diagnostifikuar me një sëmundje të caktuar, meqense përmenda edhe rastin pak më herë se sa mirë të bën të ndjesh kjo dhe sa jo vetëm të bën që të ndjesh në këto raste. Ishte kënaqësi për ne. Faleminderit, ishte dhe kënaqësia ime, faleminderit për ftesën. Faleminderit.